Në njësitë administrative të Bashkisë Gjirokastër po vijon puna për pastrimin e kanaleve vaditëse dhe kulluese për t'i paraprirë sezonit të ujitjes dhe për të garantuar një ecuri të mirë të punëve bujqësore. Ndërhyrjet synojnë përmirësimin dhe largimin e materialeve që pengojnë rrjedhën e ujit, duke përmirësuar dhe ndihmuar kështu fermerët me furnizimin me ujë për tokat bujqësore gjatë sezonit të vaditjeve. Një vëmendje e lartë po ju kushtohet edhe zonave që janë më problematike për sa i përket të rrjetit të kanaleve vaditëse. Aktualisht në ndërmarrja tonë po merren të gjitha masat për një sezon sa më të mbarë të vaditjes. Aktualisht jemi në zonën e Cepos dhe në zonën e Odrijes, po merren masa për gjithë kanalet vaditëse. Kemi bërë rreth 20 km anëvi linjare. Na 25 që janë gjithsej, mendojmë që jemi në rrugën e dur për të arritur një rezultat sa më të mirë të vaditjes tokave. Këto kanale vaditëse do të ndihmojnë rreth 3000 hektar tokë bujqësore që janë në rrethin tonë. Zonat problematike janë zona e Cepos, që aty po ndërhyet edhe me kanale dhe me mirëmbajtje dhe me pastrim dhe me rregullim të kanaleve. Pastrimi i kanaleve synon jo vetëm përmirësimin e cilësisë së ujitjes, por edhe rritjen e rendimentit bujqësor për fermerët e zonës.